duam t'i kthehemi kalues. Në ambientet e bibliotekës së Korçës u zhvillua workshopi tematik Shpirti dhe shëndeti, një qasje sistemike holistike, me pjesëmarrjen e profesionistëve, studentëve dhe qytetarëve të interesuar për çështjet e shëndetit mendor dhe zhvillimit personal. Aktiviteti u drejtua nga mjeku psikiatër Imri Demisaj, i cili ndau me të pranishmit përvojën e tij shumëvjeçare në fushën e psikiatrisë, psikoterapisë dhe qasjeve bashkëkohore ndaj mirëqenies mendore. Gjatë workshopit u trajtuan tema që lidhen me ndikimin e proceseve shpirtërore, emocionale dhe sociale në jetën e individit, rëndësinë e marrëdhënieve familjare në zhvillimin emocional, si dhe mënyrat se si një qasje sistemike dhe holistike mund të ndihmojë në kuptimin dhe përmirësimin e shëndetit mendor. Një mesazh për kolegët e mi këtu, për të ndarë përvojën time dhe për të zgjuar një interesim tek të gjithë punëtorë të shërbimeve të ndryshme mjekësore, sidomos të atyre që merren me punë psikologjike dhe sociale, që të integrojnë sa më shumë, të integrojnë metoda të punës, e mos i ndajnë ato copa në modele të ndryshme siç njihen tani. Edhe më shumë të flitet për shpirtin sesa për trurin, sepse truri është në shërbim të shpirtit. Truri është një univers në vete, megjithatë, nëse ngecim me fokus në tru, nuk mund ta kuptojmë thelbin e shpirtit të njerëzit. Pjesëmarrësit patën mundësinë të përfshiheshin në diskutime të hapura, të ndanin përvoja dhe të adresonin pyetje mbi sfidat e përditshme që lidhen me mirëqenien psikologjike. Një pjesë e veçantë e takimit ju kushtua rolit të familjes, komunikimit dhe ndërgjegjësimit për mënyrën se si simptomat dhe vështirësitë emocionale mund të kuptohen në një kontekst më të gjerë, njerëzor dhe social.